Jemi pikërisht në vendin ku po mbahet një muze dëgjimor, kemi parë muze të ndryshëm, ose muzera, si që bën shumë si Ismail Kadare, por një muze dëgjimor këtu në Shkup rrallë të paktën ne dëgjojmë, nuk e shohim. Jam gona qupin këtu, njëra nga folëse dhe nuk e di nëse ajo vetë ka parë më heret një muze dëgjimor të tillë. Te bekimi sigurisht është edicioni i tretë që ai po e organizon dhe sigurisht që për sa i përket asaj që unë mund të mbaj mend edhe që ka ndodhur në Maqedoni, nuk është se kam pas ndonjë eksperiencë tjetër me këtë lloj muzeu, me këtë lloj ekspozite, kështu që mbetet të jetë diçka shumë e veçantë. Dhe sonte për çka do flasësh ti? Tradicionalisht tani, mund ta them tradicionalisht është rradha e dytë që një pjesë e përhershme apo e muzeut të dëgjimit? Muzeut të dëgjimit edhe zakonisht fokusi im ajo që kërkon bekimi nga unë është sa i përket muzikës klasike, mbështetja në atë lloj drejtimi me të dhëna, me informacione që kanë të bëjnë me pllakat, me regjistrimet sa i përket muzikës klasike. Këtu shohim një skenografi mjaft bukur, interesante, duket vetëm ti shohësh, ka shumë shpirt. Po, ndjesia jote kur kalon kështu si njeri i muzikës për shembull, sepse ne mund mos ta kemi ndjeshmërinë tënde për shembull, por ti si ndihesh kur sheh pllakat e vjetra, kur sheh njerëz të cilët rrallë përmenden në televizionet tona, në radion ku ti punon përgjithësi. Përveç se reflekton shumë dashuri, realisht reflekton shumë dashuri, sa e pash instalacionin e bekimit, ndjesja e parë që më dha është ai pasioni vetë që pikërisht është mundu ta shpreh edhe këtu edhe ta nxjerrë për të gjithë për ta parë, po diçka që më gëzon jashtëzakonisht shumë është që lexoj pikërisht këto emra që neve kemi shumë tendencën që t'i harrojmë edhe ashtu siç e kemi pas shpesh herë zakon që emrat e rëndësishëm t'i fusim në një lloj errësire, edhe gjithmonë në këto periudha historia jon ka pas një lloj ka pësuar gjithmonë historia edhe regjistrimi edhe ajo që ne kemi qenë. Agona e ka më shumë aktive shqisën e të dëgjuarit, me që punon në radio, kurse ne në televizion, mund të themi, shikimi është më i rëndësishëm se sa dëgjimi, sepse edhe kjo është një nga arsyet pse moderatorët shumë shpesh janë veç të bukura ose se më shumë shohim për shembull. Po në radio është i vetmi mjet pune fjala, do me thënë, duhet ta mbash dëgjuesin vetëm përmes asaj çka ti dëgjon. Dhe sonte ne jemi këtu për dëgjuar, për shqisën e dëgjimit. Duhet që mendoj se është e rëndësishme shumë. Është shumë e rëndësishme, është shqisë që goxha e kemi aktive, nuk është se në përgjithësi e kemi aktive vazhdimisht, mund të them sa të parit, po sa i përket asaj që tha për radio. Cila është më rëndësishme, të parit apo të dëgjuarit? Varet për cilin. Për shembull, unë mos thash zoti, po shikimin do i kisha thënë se si muzikant pa dëgjimin nuk mund të ekzistojë. Është më e rëndësishme. Për mua, kjo është gjithmonë subjektive, po më uroj që mos të kemi sprova të tilla. Sa i përket asaj që tha në lidhje me mbajtjen e vëmendjes, besoj se ajo është shumë e rëndësishme nëse dikush na dëgjon, të kemi përmbajtjen e rëndësishme, të jemi interesante dhe të mund të ofrojmë diçka që ja vlen të dëgjohet. Edhe besoj se sonte kemi çka dëgjojmë, me që ka edhe muzikë që do interpretohet live, edhe sende që do thuhen shumë interesante, shumë të rëndësishme, edhe pllaka që do dëgjohen shumë të rralla, kështu që besoj se ka edhe veshët do na pastrohen, që është e vërtetë, nga këto gjërat lajmet e këqija që kemi. Veshët dhe jo vetëm. Sepse nëpërmjet veshëve pastrohen sende akoma më të rëndësishme që është shpirti. Shkaktar është një doktor që ne jemi mbledhur këtu sonte për dëgjuar pllaka gramafoni, për dëgjuar muzikë cilësore, serioze, shqipe, për cilën me të vërtet na kishte marrë malli. Quhet Bekim Fera, ka më shumë se sa vetëm një profesion dhe pasion, merret me shumë gjëra, është edhe student i letërsisë, është edhe profesor, është edhe mjek, është edhe gjithçka nga pak. Mbi të gjitha, mbi të tjera, është edhe një njeri që ka arkivuar shumë muzikë, edhe sonte na ka mbledhur që të shijojmë pak nga gjërat që ka arkivuar,
Pra nga ajo trashëgimia shpirtërore, siç e quajmë. Bekim, mirë se të gjejmë. Mirë se erdhësh. Shenjën e mjekut e paskën. Po patjetër duhet me prezantu profesionin primar që kam mjekësinë. Kjo është një hobi. Kjo është dashnoria, kjo puna e Dashnoria, muzikës. po. Si çdo thoshte Çehovi. Fiks ashtu. Mirë se keni ardhur. Gëzohem shumë që keni ardhur me na vizitu. Muzei i Dëgjimit është edicioni i tretë që po e organizojmë si vjet. Normalisht që sikur një fëmijë që fillon të marr hapat e parë dhe I ka marr hapat edhe fillon të bëhet pak më serioze. Si vjet kemi një risi, domethënë përpos që do t'i shfaqmi koleksionin tim me pllakat e gramofonit. Kemi edhe promovim të monografisë që përputhet definitivisht me këtë çka e bëj edhe në koleksionin e diskëve të gramofonit, që është një farruajtje e trashëgimisë dhe një farruajtje e vlerave kulturore që i kemi si popull shqiptar. Apropo asaj, do të bëhet prezantimi i monografisë për Çamilin e vogël, edhe kemi një orkestër prej Gjakovës që janë djemë të ri, të cilët pe vazhdojnë një farë nisje, një farë traditë të cilën e kemi pas një si popull shqiptar, duke i rikthyer këngët e vjetra në një formë pak më moderne edhe duke më qenë më i afërt për të rit. Koleksioni i gramofonit, koncepti është që neve pse quhet Muzeu i Dëgjimit ose në disa sfera tjera kam menduar ta quaj edhe muzeu rrotullues, kuptimin e rrotullimit të pllakës së Diçka që shkon dhe kthehet. Diçka që shkon dhe kthehet, një farë lloj retrospektive. Komentimi rreth kompozitorëve, këngëtarëve të ndryshëm që kanë qenë kaluar si popullit tonë. Besoj që do të kaloj mirë. Faleminderit edhe juve që keni ardhur dhe Patjetër, në fakt është hera e parë bekim që vim të përcjellim këtu apo jo? Këtu po, është hera e parë, është cowork. Gjithmonë ke qenë në studio dhe kemi folë për këtë muze dëgjimor, temat gjithnjë i ke pas interesant. Paraqitja e publikut në masë të madhe këtu tregon që veç ka filluar të ketë interes dhe besoj që do ketë vazhdimsi ky lloj muzeu. Patjetër. Nuk besoj që do ta vazhdojmë edhe çdo vit do sjellim ndonjë risi tjetër, për shkak se koleksionerët atë detyrë kanë që çdo vit të gjejnë, të lumtojnë edhe të gjejnë diskë të reja ose materiale të reja. Tash kam filluar edhe të koleksionoj diçka tjetër të cilën do ta shpall gjatë prezantimit. Dhe besoj që do të shihni edhe herë tjetër. Na shpall neve këtu që ta dim. Po, domethënë çfarë ke filluar të koleksionosh, sigurisht ka lidhje me muzikën. Po patjetër, është domethënë kritik që është bërë në kohë në për revista të ndryshme, prej kompozitorëve, prej kritikëve të ndryshëm, të cilat kam filluar të mbledhin në për revista të ndryshme të kohës, duke shfletuar edhe mendimin e miqve koleksionerë që janë tjerë, të cilët gjithçka që gjejnë në gjuhën shqipe e kanë si refleks që të komunikojnë pikëpari me mua. Ta kuptojnë këtë pasion të tjerat apo çuditën, si merresh, si grumbullon kështu gjëra të vjetra? Impakti që kam bërë, domethënë ndoshta edhe unë, po tash edhe është ka ardhur si modë e re, që diskët e gramofonit të vlerësohen më shumë edhe muzika e vjetër të vlerësohet, ky postmodernizmi, kështu më thonë. Në fillim kanë qenë çdo herë edhe si student që kur i ndëgjoja unë këtë lloj muzike, ka qenë një farë lloj skepticizmi, mirë po tash ajo që gjithmonë edhe këngëtarët e mëdhenj kanë thonë, vlerat asnjëherë nuk humbin. Çdo herë kthehen, edhe pse ndoshta në fillim është një farë mjegulle, po pastaj pastrohet mjegulla. Edhe gjithçka ajo që vlen i reziston kohës, ashtu siç i kanë rezistuar këto kopertina gramofonash të bukura të gjitha, të cilat i ke ruajtur, të cilat i kanë shenjat e kohës në to, kisha thënë këto vragët e kohës, të cilat normalisht që kanë, po kjo tregon rezistencën e tyre përkundër kohës që ka kalu dhe mbijetesës së tyre që kanë në kohën e sotme. Diçka tjetër të veçantë që kemi harruar pa e cekur? Do shta njerëzit edhe mund të shohin këtu gramofonat, sepse nuk e din. Gramofonat. Mendoj se të rit, tashmë nuk e din si duket një gramofon, ne do të marrim inserte pastaj për të parë se si është dëgjuar muzika bio dikur. Po, faktikisht edhe është koncepti që në një kant të lëshojnë edhe të rit, domethënë ta kuptojnë muzikën, domethënë se si shohet koncepti në gramofon. Edhe të njihen me kompozitorët edhe artistë tjerë, për shkak se në shtete tjera çdo herë kur nëpër televizion ose në internet nëse plasohet një këngë, gjithmonë shkruan për herë të parë, domethënë autori, kompozitori dhe autori. Tek neve rrallë edhe hiç nuk e shohim se kush janë autorët e asaj. Për shembull, neve gati në çdo darkë ne ndëgjojmë një drama i Zotit Shtëpisë, mi po pak kush e din që Lorenz Antoni ka bërë përpunimin për herë të parë dhe ne atë version të Lorenz Antonit e ndëgjojmë. Si mund ta vërtetojmë ata? E vërtetojmë me
veprën e tij që ka në disë të gramofonit për herë të parë. Edhe kjo bën që faktikisht ky muzej i dëgjimit të ketë vlerë speciale edhe domethënë speciale për ruajtjen e vlerave kulturore tonë. Sonte do flasin profesori Blerim Grubi, Agona Çupi, dirigentja, Vjollës Berisha, profesoresha, profesori Arlin Farizi, profesori Ariton Rama, edhe Gjunë të Qamilit të vogël, monografia që do e përmendëm, grupi muzikor që është Rilindja, për të parë nëse kemi qenë korrekt me gjithë pjesëmarrësit. Pastaj krenar Doli dhe Bestar Vula, po janë autorët e monografisë janë autorët të Qamilit Po shumë mirë, në base do kemi mundësi edhe të bisedojmë me ta, falenderojmë shumë edhe të urojmë suksese në edicionet e radhës. Faleminderit shumë. Profesori Arlin Farizi është i pranishëm këtu dhe sigurisht do flas për këtë muze të dëgjimit, i cili i zhvillon shqisat më shumë se sa shqisat tjera. Sigurisht sot gjatë ke menduar mbi shqisën e dëgjimit. Edhe sa e rëndësishme është ajo për ne njerëzit në përgjithësi. Si të duket? Realisht jam një privilegj të veçantë që marr pjesë në aktivitetin e Bekim Ferës, ish studenti jon i katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqipe. Dhe ne për Bekimin kemi mendim të jashtëzakonisht mirë si studius i letërsisë dhe kjo pjesa ku ndërlidhet me muzikën i jep një vlerë të shtuar këtij djali cili ka një talent të jashtëzakonshëm me një prirje për t'i kap pikërisht ato që duhet i rok një studius i mirëfillt përmes promovimit gjithë asaj që quhet foneteka më e mirë shqiptare të sjellë në shkup zërat më të artikuluar të muzikës. Por mua është një privilegj i veçantë. Jam një ish profesor i Bekimit dhe ndjehem me shumë fat që Bekimi po realizon vetveten edhe në fushën e mjekësisë. Ndërsa sonte do ndihesh një nxënës i Bekimit në aspekt muzikës. Absolutisht, me shumë kënaqësi pranoj këtë pozicion. Sepse është një njohës i mirë i muzikës dhe pasioni i tij vërtet i veçantë për të koleksionuar gjithë këto gjëra muzikore që kanë të bëjnë me muzikën serioze shqipe, është për ne që jemi adhurues librave, ne kemi atë dëshirën tonë të madhe për të bërë një bibliotekë të këndshme, ndërsa nëse e kalojmë te sfera e prirjes së Bekimit, ai ka bën një mision të jashtëzakonshëm për shembull përmes katalogjizimit këtyre zërave të muzikës më të mirë që kemi ne si histori muzike. Ka bën një punë të jashtëzakonshme dhe ne si ish profesor ndjehemi të përmbushur kur shohim se rezultatet e studentit tonë janë të këtij niveli. Unë ndjem me një privilegj veçantë, vazhdimisht e kam ndjek punën e Bekimit, i cili kështu si një blet punëtore ka shëdit qytete më qytete dhe ka promovuar pikërisht këtë aktivitet. Vetëm edhe një pyetje kam. A janë këto këngë që dëgjojnë se dilen e pasme të makinës stand-up? Po, sigurisht. E ndërlidhe shumë bukur me titullin e librit, po realisht janë këngë që ne i pëlqejmë, i dëgjojmë. Kemi lokalin në Tetov, ku ne vazhdimisht i lëshojmë në Shën Dever, janë këngë të cilat duhet i dëgjojnë gjithë gjeneratat. Dhe jo rastisht sot kam marrë me këtë familje që ta dëgjojmë edhe një herë edhe ta ndjekim aktivitetin. Të mbajmë leksione mbi muzikën e bukur shqipe. Edhe ta bartim si ide edhe te fëmijët tanë. Në këtë muze të dëgjimit që e quajmë, të muzikës së mirëfillt shqipe, takojmë dhe aktoren Elhame Bilali, është një zonjë e vërtet e cila përkrah dhe mbështet të gjitha aktivitetet, sidomos që i organizojnë të rinjt si doktori Bekim Fera. Teta Eli, kënaqësi që po të takojmë dhe e dim që ti mbështet gjithë një të rinj dhe sidomos projekte të tilla të veçanta si kjo e doktorit Bekim Fera. Merr pjesë sigurisht rregullisht, pasi unë prej teje kam dëgjuar për herë të parë për këtë muze. Po, rregullisht marr pjesë dhe jam shumë e lumtur që kam mundësi të marr pjesë në këto evente, siç është kjo e Bekimit. Dhe i them i lumt që bën një gjë të tillë se pak kush, jo pak kush, po s'ka askush. Kjo është i pari, dash Zoti ti shkon puna mbare mirë, se është për të lavdruar. Teta Eli, ju dikur muzikën e keni dëgjuar me këto pllaka gramofonit, të cilat janë shfaqur karshin, ndërsa ne ose fëmijët tanë nuk e dinë akoma se që janë pllakat e gramofonit. Nuk e dinë, edhe si që është ndjesia? Sigurisht keni pasur të tilla edhe në shtëpi. Po.
Po dhe kam bile. Të vjen keq që janë kthyer në gjë muzeu të e vjetëruar që Po, është. ashtu është shpirti, po çfarë të bëjmë tash? Është pak vështirë ti mendojsh gjanat si janë këto, po them, ti mendojsh këto gjana se çdo ditë shkojmë nga gjanat më të reja dhe në zhdukje. Si që janë edhe trakat e magnetofonave, që janë edhe lentat e filmave, mendoj tani të magnetofonave, video, të tjera, shkojnë çdo gjana Drejt digitalizimit. Kështu që edhe teatrin ndonjë ditë mendon që do jetë vetëm shfaqje kështu në online, është e mundshme. gjithçka është e mundshme. Edhe është e Të vjen keq mundshme. që po humbasim shumë shpirtin. Po, seriozisht ka. Duke u vjetëruar këto gjëra, mendoj se njeriu gjithnjë më shumë po e humbet atë shpirtërore. Shpirtëroren dhe originalitetin. Shumë bukur e tha. Kështu që Bekimit i dëshirojmë sukses dhe inshallah dhe shumë evente tjera na përgatit kështu. Cili është i vetmi këtu në Maqedoni, më sënë dhe në krejtë botën në shtanë, që të pojnë një punë të ti si këtë. E përshëndesim dhe i dëshojmë falë dhe jetë të gjatë të 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 gjithë. Falenderit dhe të gjithë dhe për festivalëve. Takojmë këtu dhe njërën folse të Muzeut të Dëgjimit. Është profesoresha Universitetit Vjollë Berisha, që ka një pasion të jashtëzakonshëm për letërsinë. Kush ka pasion për letërsinë nuk mund mos ketë dhe për muzikën, sidomos kur ato servohen në mënyrën siç servohen sonte këtu. Përshëndetje Vjollc. Përshëndetje. Cila është fjala jote sonte? Jam njerë shumë e kënaqur që jam në një ambient fantastik, me shumë të ri, një auditor shumë i fisëm. Do të përpiqem pak të bëja të ndërlidhjen e dashurisime, sigur sa thatë edhe ju, për muzikën, për poezinë, edhe për atë që të gjithë ndoshta e kujtojnë se po jep shpirt ajo që është e veçantë e muzikës përballë teknologjisë, ajo që ndoshta është më autoktone, më origjinale përballë ndërhyrjeve të jashtme të kohës. Aty do të përpiqem ta orientoj diskutimin në një botë ku mendojmë që ka një lloj kur bota po ecë me hapa të shpejt drejt transhumanizmit, them, ku është gramofoni sot, ku është ajo muzika e pastër, jo e stisur, origjinale që të duket se po bën live, kush është koleksionisti, çdo thot muze dëgjimi dhe a është një metaforë kjo, gjëra të këtilla të bukura. Në fakt, me aktoren Elhame Bilali, ne më herët folëm për mënyrën se si ato e kanë dëgjuar muzikën dhe për që neve sonte paraqet një diçka të jashtëzakonshme, paraqet një diçka shumë të vjetër, siç është pllaka e gramofonit, CD-t e ekspozuara sonte këtu, afishet, gjitha këto. Sigurisht nuk e kemi ndjesinë e njëjtë siç e kanë ato, po radioja për shembull. Në kohën ti ke punuar në radio, ne kemi nostalgji tjetër për radio për shembull. Këto gjëra gjithnjë shkojnë duke u vjetëruar. Ti je sigurt që ne po humbasim shpirtin së bashku me këto objekte, të cilat rrezikojnë të rinjt mos t'i njohin në një të ardhme shumë të afërt. Është e vërtet që kjo funde që rrezikojmë të mos i njohin, bie fjala studentët e mi të vitit 4, kur ra fjala e poezisë Vargut Kaderean si negativi një filmi, nuk e kishin idenë që është negativi një filmi, që për ne ka qenë realitet, ka qenë ajo pjesa ku kemi pritur se si do t'i trupzoj momentet tona të dashura, por ja që ndodh kjo në kohë, po vrapon koha, po vrapojnë drejt një teknologjie, më shumë më duket se shkojnë, e kanë si sfidë këtë, po megjithatë nuk mendoj që të gjitha gjërat mund të zëvendësohen, për të riaqit e muzikës jo se jo, por edhe për në përgjithësi, sepse ka disa gjëra që nuk zëvendësohen. Për shembull, ende teknologjia nuk ka gjetë ndonjë themi shpikje më të sofistikuar se ripi i sigurimit, për shembull, mendova duke ardhur rrugës, bëhet vetura shumë luksoze, po prap ripi mbetet ai, domethënë janë disa gjëra të pa
zëvendësueshme ose hapja etapave të shishës, sofistikohen mjaft, po prapa e origjinalja, pavarësisht të flasim për ndryshime, nuk do thotë që është ndryshim në gjithë shka për të mirë edhe se gjithmonë mbetet diçka e bukur që një brez tjetër të mbush një sallë për të folur për këto gjëra që për dikë mund të konsiderohen anokronike, por që natyrisht nuk janë, sepse kanë brenda shpirtërorën që the që parë, nuk është një A sot. një personalisht dikë që ka një gramafon, ke dëgjuar muzikë në gramafon, si është njësia kur dëgjon me një të shtypur butonit në telefon dhe kur e dëgjon në një gramafon? Është diçka krejt tjetër, sepse në gramafon i mbyll sytë dhe mendon që personi po performon live, sepse nuk është ajo stisja e zërit, është krejt diçka tjetër, është shumë natyrale. Përveç asaj, ndoshta edhe fakti që është diçka e rrallë ta bën edhe më të vlefshme, edhe rendja pas një kënge, sikurse ka qenë në kohën e gramofonit, po sikurse ka qenë edhe në kohën e radiostacioneve, pritja me ditë të tëra për ta dëgjuar këngën e preferuar, ndoshta nëse do ta jepte Aksh Radio ose jo, të gjitha këto janë një sfidë tjetër e asaj kohe, por për ne që kemi jetuar në atë urën, them, të asaj kohë dhe kësaj, paraqet një diçka të jashtëzakonshme, vetëm kur e kujtojmë, ndërsa për botën është një vlerë, është një shkallë, sepse mosisht ajo, sot me siguri nuk do t'i kishtim edhe këto CD-të edhe gjëra tjera të teknologjisë që janë shumë më të avancuar. Pyetja e fundit, cilën këngë të pëlqen më së shumti ta dëgjosh në gramafon? Më shumë më pëlqen muzika klasike shqiptare, të dëgjoj në gramofon, edhe poezitë më pëlqen, për shembull kam dëgjuar nga koleksioni i Bekimit të dashur, poezi shumë të bukura që i ka interpretuar ai në gramofonat e tij, kështu që mendoj se jam fan. Mjafton ti gramafon. Po, muzikë klasike shqipe, sidomos. Takojmë po ashtu profesorin e njohur, Blerim Grubin, ai është pjesë e pandare e këtij aktiviteti dhe sigurisht kur e thon fjalën muzikologët, njerëzit e muzikës për këtë event, atëherë mbaron puna për ne të tjerët, të cilët veç mund ta shijojnë. Profesor, si ndiheni sonte? Ju pëlqen kjo ideja me që e keni përkrahur fuqishëm vazhdimisht që nga fillimi? Po, është një gjë shumë interesante si një doktor, Bekim Fera, është një mbledhës i shumë pllakave gramofonave, disqeve gramofonit, dhe mund të them që është një më i madhi, domethënë ndër shqiptarët që ka një numër çaq shumë të madh të ruajtur nga gramofon, dhe ky mundohet ende sot të kësaj dite dhe më tregon se e bën atë procedurën kur merr vesh se diku ka dalë është zbuluar një pllak gramofoni viteve 50-ta, 40-ta, 60-ta, ai mundohet çdo mënyrë ta bën që ta merr edhe ta bën këto. Edhe jo siç po shihni, domethënë vetëm se është një fond shumë i mirë që është mbledhur këto pllakat e gramofonit, është një pasuri e jona, më duket se as institucionet nuk i kanë kaq shumë sa i ka doktor Bekimi, është për të përshëndetur dhe ishim me ide që si çka të bëhet, edhe Bekimi kishte dëshirë që për Qamilin e vogël, Qamili i vogël, një këngëtar. Si vjet më duket është shpall viti i Qamilit të vogël apo? Në Kosovë? Nuk është shpallur, po ka qenë, më thonë, ka qenë vjet, është mbajtur shumë tribuna për to. Ka qenë 90 vjetori, më duket i vdekjes vjet ka qenë. Vjet. Edhe kthehemi tash te kjo se Qamili i vogël faktikisht është një këngëtar që kalon gjurmë edhe në Shkup. Pasi që ai ka ardhur edhe në Shkup disa herë dhe ka incizuar, ka qenë miku i babasim në çarshin e vjetër të Shkupit dhe bashkërisht kanë bërë dhe ideja të ndryshme se si çfarë të incizojnë dhe çfarë të bëjnë në Radio Prishtinë dhe Radio Shkupi të atërshme. Njëra prej ato këngët që ka bërë ai ishte edhe kënga për tërmetin e Shkupit, domethënë. Vërtet? Vitin 63. Ja, pra mësojmë nga profesori Blerim Grubi. Po, ka incizuar dhe ekziston në pllakë këtu, i ka dhe doktore, atë pllakë ekziston. Domethënë ja sa shumë ka bërë dhe për Shkupin që atëherë dhe kjo
Unë e mbaj mend si nxënës, në shkollën filloi e liria vitin 1971, erdhë Qamili i vogël, kur erdhë Qamili i vogël më duk si i vogël, pa ishte i madh, është ishte me trup madh. Po, e vërtet, e kom gjithë që Qamili i vogël ka qenë i madh. Qamili i vogël i kanë thënë se kur ka kënduar, ai si fëmijë, ka shkuar në për odat ahengjeve. Edhe aty ka qenë më i vogli, apo jo? Po ka shku, për shembull Ymer Riza, kur ka kënduar me Sharkin, me ata gjithë ato burra në për odat e tyre, edhe kjo është interesor, edhe kur ka ardhur aty është shtyr disi dhe është afruar asaj hingu dhe e kanë marrë gradualisht dhe ka nisë me bëj interesim dhe ka fillu me kënduar. Edhe sa herë kur ka ardhur, Ymer Riza e ka thonë, na erdhë Qamili i vogël. Dhe më thonë, qysh moshën 10 vjeçare, 11 vjeçare. Edhe për aty i kanë ngel mandet Qamili i vogël. Kështu, më thonë, desha të them se është mirë që zotërit Gula dhe më thonë që kanë ardhur sonte të bëjmë edhe promovimin në një libri, që ky libër në fakt Krenar Dole, sidomos etnomuzikologu, që ky libër sa do kudo ta kemi secili në bibliotekën tonë shtëpiak, është një pasuri kombëtare që do të kemi shans të lexojmë për historinë e tyre, monografinë e tyre dhe kështu formohet edhe etablohet edhe historia një kombi, sidomos ajo e artit dhe kulturës, por mu po m'vjen mirë se ka një numër të madh të ardhur sot këtu, sidomos po shoh të rinje që më bëhet qefi dhe ja sa është e ejtur Rinia, që shajt rinin. Ne pak Në fakt, kati i dytë është krejt me të rinë, më pas do t'i marrin sertet, edhe kjo tregon që ka shumë interesim për muzikën e Mirëfillt shqipe. Po, vetëm se pak kemi kujdes. Po, është e vërtet. Sa i takon të rinjeve, se këta në fakt edhe ushqehen nga të gjitha këto aktivitetet kulturore se bën. Po, këtë vjet do kemi vetëm 12% të aktiviteteve, se aq na ka dhënë Ministria e Kulturës, nga 30, kemi ra në 12. Edhe mi po do mundohemi të shtyjmë edhe ma tepër që të mbajmë sa do kudo gjallë dhe aktivitetet dhe të ndryshme që të përmirësohet edhe të kemi ma tepër. Për shembull kishim një qendër informative kulturore që çdo javë kishim aktivitet, për shembull në Shkup. Dhe ajo ishte gati si një qendër e gjithë artistëve. Të gjithë, domethënë, sidomos të qyteteve të Shkupit, që nuk e kemi, ma dhe këta na mungojnë neve në Shkup. Institucionet tjera vinë e shkojnë, mirë po njeriu duhet jetë këmbgulës që t'i mbaje gjallë. Kjo është e rëndësishme. Një kulturë, nëse nuk ndihmohet atë sa duhet, ai do të jetë shkret dhe nuk do të jetë pasur, në fakt. Por mendojmë se duke shkuar koha të rinjët vetëm se do të mund, sidomos këto studentët që kemi të rinj edhe që mirën me muzikë edhe me art, duhet të kujdesemi më tepër institucione që të ushqehen këta. Sa më shumë që të ushqehen nga kultura, aq më shumë edhe do ngriten. Edhe do të prodhojnë art më shumë, edhe gjërat mira, edhe do jenë më njerëz të mirë. Do të bëhet një traditë. Patjetër. E kjo tradita ne sa po e formojmë, pas e po e shuajmë, edhe kjo është një mëkat i madh i joni, por të besojmë se do bëhet edhe më mirë. Habitemi që njerëz të shkencave janë këtu, pasi personi që e bën këtë muze dëgjimor është një mjek, edhe është natyshme që edhe njerëzit e shkencave të kenë shpirt, apo të shkencave cila do qofshin këto, mjekësore, sociale. Ariton Rama është njëri nga folësit sonte këtu, mirë se erdhët, edhe cila është fjala jote sonte? Mirë si u gjetëm, faleminderit shumë. Për këtë perspektiv, unë do të marrë konceptin e qasjes politike dhe rëndësisë ndikimit politik në art ose në kërshëtimi i vlerave artistike muzikore në art, sa është e rëndësishme, edhe pse shumë kujt i vlerësohet si një lloj aksesi i pamundur, si një lloj tango e cila nuk do të funksionojë,
por mendoj që vlerat artistike janë të gjithë përfshirësha, ashtu siç është e gjithë përfshirëse edhe politika. Do flas kryesisht për konjunkturën e veprës Jusuf Gërvallës, e cila është një vepër multifunksionale dhe dimensionale, që gërsheton mjaft mirë poezinë, muzikën dhe veprëmtarinë politike kombëtare. Mendoj që më shumë se kur është e duhur të trajtohet kjo çështje, që politika nuk është vetëm një lloj elementi klishe e përditshmërisë tonë, të cilat kanë elemente pozitive dhe negative. Mendoj që edhe arti në të kaluarën ka qenë një lloj instrumenti për zbatimin e vlerave politike kombëtare. Prandaj mendoj që kjo do të ishte edhe primati i fjalimit tim, i cili gërshëton në të kaluarën kur gjithçka është e mbyllur, ka qenë një lloj lockdown në nivelet e botës shqiptare, ku fjala e lirë, mendimi i lirë ka qenë e cenzuruar dhe e padëshiruar. Mendoj që kanë shfrytzuar këtë element rilindasit e vonshëm, kushtimisht të themi, pas viteve 80 dhe 90 për ta përçuar vullnetin, shpresën dhe unitetin kombëtar dhe për të ngritur një lloj mënyre edhe vlerat, edhe artistike dhe kombëtare, dhe një farë mënyre për të treguar sa më shumë shpresën dhe intuitën për të bërë ndryshimin brenda situatës politike që ka ndodhur në vend nëpërmjet politikës, nëpërmjet njëkohësisht muzikës, kërkoj falje. Normalisht që Jusuf Gërvalli ka gërshetuar shumë mirë, ka qenë një poet i mirë, i cili po ashtu ka pasur një lloj zëri melankolik, dhe prej këtyre dy elementeve ka dalur një poezi i mirë dhe një muzikë e mirë, e cila në pak ka dalur dhe ka dhënë shpresë të madhe. Prandaj mendoj që ky panel do të jetë një panel i cili në farë mënyre dëshirojmë të nxjerrim në pa sa më shumë thellësinë e kultit artistik të muzikës, sidomos e gërshetuar në gramofon, aq më shumë ku këto aktivitete janë inovative, fatkeqësisht janë inovative, sepse në vendin tonë ende nuk po gërshetohet dhe nuk po krijohet një lloj empatie për realizuar këto elemente. Mendoj që këto panele do të shërbejnë jo vetëm dëgjuesve dhe dashamirësve të gramofonit dhe të kushtimisht të themi të pllakave të gramofonit dhe të muzikës, por edhe të ngritjes të vetdijes të këtyre maturantëve, këtyre sidomos maturantëve, se kush ka qenë Margareta Xhepa, kush ka qenë Jusuf Gërvalla, kush ka qenë Çamil i vogël, dhe nuk kanë qenë vetëm kontribues artistik, por kanë qenë edhe më shumë se kontribues artistik. Dhe mendoj sa më shumë që të kultivohet vlerat reale artistike, as më shumë të kultivohet populli në nivel të përgjithshëm shoqëror, sepse dominanca antivlerave ka gërshetuar dhe është ndruar si një element vlerësh. Më duke interesant që gjithë përqasje mes politikës dhe muzikës. Në qoftë se politika jonë momentale në Maqedoni do ishte një këngë për ta dëgjuar në pllak gramofoni, cila këngë do ishte? Nuk do lëshohej sepse do më tonte veshin. Mendoj që politika, sidomos elita politike në vend, duhet më shumë të fokusohet në muzika, që të bëj politikë të mirë. Në teatro, sidomos të zhvillojë edhe njëkohësisht atributet e veta kulturore. Unë shoh shumë pak elita politike në për këto evenimente kulturore fatkeqësisht. Prishtina dhe Tirana kanë tejkaluar këto paragjykime, nëse janë paragjykime dhe pse nuk janë paragjykime. Mendoj që politika duhet të jetë arti i qeverisjes, arti së mirës, arti së bukurës, se jo, edhe gjithmonë edhe politika është e gërshetuar dhe e ndërtuar në bazë të idealeve, në bazë të ëndrave, dhe normalisht në bazë të asaj që duhet realisht implementohet si një element ndryshimi. Edhe muzika është një lloj implementimi për të realizuar ndryshime shoqërore, për të motivuar njerëzit së më shumë të jenë më pozitiv, më të bashkuar dhe më allegro, se jo dhe më të filluar në boheminë e tyre. Mendoj që politika është një vetë bohemi, dhe mendoj që kjo do të jetë edhe muzika më reale e elitave tona politike, që të kenë një bohemi më racionale. Është njëri nga autorët e monografisë për Çamilin e vogël, ka ardhur nga Gjakova sot këtu te Muzeu Dëgjimor. Gjakovar, po që jetoj dhe veprojnë në Prishtinë. Vërtet? Po më duket krejt gjakovarët jetojnë dhe veprojnë në Prishtinë. Gjatë ditës, pastaj mbrëmje kthehen në Gjakov. Më thuaj shkurt çfarë keni punuar në këtë monografi dhe çfarë keni mbledhur, çka ka të veçantë për gjithë teleshikuesit tanë? Pika të shkurta përfshihet jeta dhe vepra e Çamilit të vogël, duke përfshirë
gjithë krijimtarinë e tij, po kur të themi krijimtarinë krijuese, e kemi analizuar të gjitha krijimet artistike të tij duke I ndarë në grupe si lirika në dashurisë, këngë me karaktere të tjera, këngë që edhe me karakter social, po edhe të tjera. Po ne kemi pa Çamilin e vogël edhe si interpret, po jemi ndalë në mënyrë të konsiderueshme edhe si artues I 11 bleve, prej vitit 1957 deri në 1978, po janë 11 blek të përfshin diku 450 materiale muzikore të gjitha trevave shqipuese, ku bleu I parë Bilbylin Çabrat është I meliografuar nga ana e etnomuzikologut Lorenzo Antoni, kurse nga I dytë deri në vetin janë vetëm si vargje tekstore. Domethënë përveç që edhe punëve si artues dhe përpunuesi këtyre blekëve, ne kemi pa Çamilin e vogël edhe si organizator dhe themelues I shoqërie kulturore artistike në ato vende të tilla, kur dihet mirëfilli që nga duart e tij janë dalë shumë këngëtar të afirmuar të skenës muzikore shqiptare, duke përfshirë emrat e nderuar si Shkurte Feza, Shurete Beguli, Remzi Osmani, Nikol Nikprelaj, këngëtari shkopian Selajdin Miftari, e shumë të tjerë. Kjo në pikat shkurta është monografia që është ndarë. A do jetë e qashme për shkupianët? Për kryt shqiptarët? Patjetër që do të jetë e qashme, kjo është vetëm e qashme tash. Është kryeqendra e tretë që po promovohet përveç Prishtinës që është promovuar me 24 shkurt ditën kur ka pas ditëlindjen para 2 netër në mënyrë të jashtëzakonshme e ka mirëprit edhe Tirana. Sot gjejmë rastin që ta promovojmë edhe para shkupianët. Për shkupianët.